edhe ishte klasa e 8. Edhe e kom pas, do më thonë pak vështërsi vetëm shkaku i shkollës, se kish shumë gjasë që mos më pranu në shkollë, për shkak të udhëzimit administrativ. Edhe unë e kom pas një proces ku e kom mendu, po isha si ngurim shkaku i shkollës, po erdhi një moment që unë thjesht vendosa. Letjet që atjet, unë e vendosa mbulesën, edhe mbaj mend ditën e parë në shkollë, thash, po shkojnë ma herët se tjertë, që kur të hy me mbulesë, mos të kthejan krejt me pa mu, po hi unë e para, edhe se cili që vjen, tu mësu më shohin. Edhe mbaj mend, sa hi në klasë, ka qenë vetëm një djalë, një shok i klasës, edhe mbeti kështu të më tha, Medin tha i mbulua, në vend si tëndë. Do më thonë, ti nuk i nevoj me tregu që unë falem, për me tregu që je njëri shumë i mirë, ti falësh, ti mundesh me dalë në pauzë, edhe unë kam shku, pezojmë ditën e partë punës, edhe më zhduf me pyet, më falë ku mundë me u falë. Kjo është e vërtet. Po nuk e ke pyet hamoj me u falë. Nuk ka qenë tema e para, jo. Vish të rega ma vendin se mu falë, po. Kur kam baru, gjithë biseda, jo, e kom pas zyra në vendin e punës, çka kam me bo unë, edhe në fund e kam pyet, a mos ka ndonjë vend lirë që unë si pengoj kërkujna vetëm namazin, më do të me bo 5 minuta, 10 minuta, jo, edhe ka pas mirë kuptim. Po nuk kam nevojën e sit ulem aty të them, shiko se unë du më falem, du pa tjetër ta kem një dhëmë për namaz. Kuptem, nuk ka kuptim, se unë fundi jam mundë pauzën me shfrytzu me dalë më falë diku tjetër. E vërtet. Ta shka dhe rase kur s'ka mirë kuptim, ase ekstreme, që as që ato 5 minuta nuk t'i len, që ato 5 minuta në toalet nuk t'kishtë thonë kur gjo. Ka, po pse na mu kona jo, do me thonë piknizma një dileme ose një konfliktit tillë, kur ti mund është shumë letë me evitu, se nuk, faktikisht nuk t'ka pyet kërkosh a falësh, t'ka pyet a e din këta. Edhe, po, nuk mendoj që abden ka nevojë, ka njerëz që kom punu me ta dhe ndoshta deri vonë, nuk e kom di që bëj një shembull që i ka thonë një shoqe motrës ime se ajo është me mbulesë, i ka thonë e jo, a lahani me mbulesë? Jo pak, po kupton, do të thonë deri në çet nivel nuk ka informat çka është mbulesa, edhe nuk ka qenë diçka qëllim keqe, është vetëm pri pa dijes për çat aspekt. Edhe mandej ose ka thonë se ai hekën shtëpia, unë nuk e kisha hekur, kur e qas një herë nuk e heki kur. Edhe dyshish. Kjo është për shkak që nuk e nje, edhe ti shet një lloj pafajësie. është duke që është arrogi, më mandira ata njerëz vetë kanë qesh me pyetjet e tyre. Mbulesa shihej si prapambeturi, por sot vajza dhe gratë me mbulesë po e dëshmojnë të kundërtën. Po tregojnë avancim profesional në fusha të ndryshme, duke përfshirë dhe fushën e IT-s apo shkencave teknologjike. Është shumë kënaqësi për mua që musafire sot ta kem shkencëtaren e të dhënave Medina Shosholli. Medina, faleminderit shumë që je sot këtu në podcast. Faleminderit shumë për ftesën Vlera, është shumë kënaqësi. Edhe për mua shumë kënaqësi me të pas ty këtu. Medina, temën e mbulesës, unë asnjëherë nuk kam pas dëshirë me e bë temë, për shkak se nuk konsideroj që mbulesa ja vlen me u trajtu si çështje, mendoj që është diçka që veç është te i kalu, por edhe kur është diskutu, kemi qenë ne ata që e kemi kemi vazhdu me jetën tonë të përditshme, qoftë familjare, qoftë profesionale, në mënyrë që të gjithë me kuptu që je me shami edhe je okej, e falë namazin edhe qysh hajmë buk, çdo ditë edhe falemi dhe nuk kemi nevojë me e bë temë. Domethënë është diçka e jona, është e drejtë e jona, është besimi joni edhe është në rregull. Por çka më ka shty me e bë, domethënë temë këtë herë mbulesën, edhe jo rastisht kom pas dëshirë me qenë ti, është libri i cili është botu, do thot nën hijabin tim, nashta ka mirë mundet me u pa kështu,
është një libër I cili është nisë nga një grup 5 Vaktli, ku janë historitë e vajzave me shami vështirësitë ose do të thotë që I kanë të I kalu për me arrit deri te mbulesa. Qysh ka qenë rrugtimi shkurt I Medinës te mbulesa? Po, pajtohem shumë mirë me ty që me të vërtetë edhe unë nuk është që shumë para pëlqej me u konë tema kryesore kjo, se ti je mbulesa është diçka jotja që ti ke vendos, edhe është identiteti jote, ti është të një person që e barë të mbulesën, po ti ki shumë ma shumë me ofru, përveç asaj që dukesh. Edhe mirë po, projektin që e përmende, kom informuat paka shumë edhe pse ndës kom arrit me lezu librin, po më ka pëlqy shumë si ide, se sa do që ne zgjedhëm do shta mos me folë këtë temë, është prap diçka që ka ndodhë, është një realitet. Jo një eksperienca të njerëzve që kanë ndodhë dhe njerëzit kanë kalu, edhe është mirë që njerëzit të informohen që këto janë vendime të vajzave që vetë I marrin, kjo e largon një tabu, edhe njëjtën kohë prej afër I shohim edhe I njohim ma mirë, edhe kur e njen lisan ma mirë nuk friksohesh prej saj, që është bojnë shumë njerëz për shkak të mbulesës, se ka një farë fobi ndaj kësaj pamje, kësaj veshje. Unë e kom fillu rrugtimin me mbulesën herët në shkollë fillore, edhe u konë diçka e rej në atë kohë për gjeneratën time, për shkolla fillore në Mitrovic. Çfarë moshe konkretisht? Do më thonë pasi kom për mbush 14 vjetë, Okej. edhe ishtë klasa e 8. Edhe e kom pas, do më thonë pak vështërsi, vetëm shkaku I shkollës, se kish shumë gjasë që mos më pranu në shkollë, për shkak të udhëzimit administrativ. Edhe unë e kom pas një proces ku e kom mendu, po isha si ngurim shkaku I shkollës, po erdhi një moment që unë thjesht vendosa. Let jetë që atjet, unë e vendosa mbulesën, edhe mbaj mend ditën e parë në shkollë, thash po shkojnë ma herët se tjertë, që kur të hy me mbulesë, mos kthejan krejt me pamu, po hyun e para, edhe se cili që vjen, tu mësu më shohin. Edhe mbaj mend, sa hi në klasë, ka qenë vetëm një djalë, një shok I klasës, edhe mbeti kështu të më po, tha, Medin tha I mbulua, thash, po, bravo, thash, shumë mira ke bo, edhe mazgati dorën me macaka, edhe një abu në thash, nuk të përshëndes, aude me dorë, e largoj me njëherë, po shumë me një gracie ka pritë, se na ishëm halat, të rritë, vogël. Edhe ka qenë emocion për se cilin profesor, në fakt arsimtare, po I bjen atë kohë, kur ka hynë klasë, tash që ka pëmë thëtë, deri sa më vrejke, që në ndjenja I kisha mrëna vetës. Deri sa të më vrejke, edhe ajo thyrja le të bët, ajo takimi I parë, edhe të shoh që ka po thojnë. Edhe bashkë qatë ditë kishë në artë Ministrisë Arsimit me një farë vizitë në shkollë. Ka qenë shumë interesant kjo koincidenca. Po çu shkaloj krejt kjo? Do më thonë, a pat një koment që ty të ka bo mundje keq? Ditën e parë, përveç që o konë pak ma emocionuse deri sa, nuk është që krejt e kam prit mirë, po fatmirësisht ofendim, kështot nuk më baj mend. Ko mujt me vrejt reagimet që nuk e kanë prit mirë, po thëmë prap fatmirësisht mirë ka qenë, edhe në më përgjithësi. Aty këto, ka pas një person që, po thëmë, shoqëria, jonë konë shumë të, do më thonë, dika që me përkra edhe mos me leju, do më thonë, dikush me ofendu ose diçka. Edhe mandi ka shku mirë procesi, falë Zotit, tash diskutime janë bo, edhe njerëzve, do më thonë, është duft me shku kjo proces, nuk është diçka e rej. Edhe të konsideru faktin që në atë kohë është diçka shumë e papritur në shkollë fillore, unë isha prit parave, jo veç në shkollën time, në Mitrovica, po kupton edhe. Nuk ishe lehtë për asë njërën palë me te I kalu këto, po qysh ka pas vështërsi në shkolla tjera, fatmirë se shkolla im ka qenë shumë ma hapër me pranu këtë ndryshim. Edhe Medina, unë e di që edhe diskutum para prakisht
që do të thotë pengesa prej familjes nuk ke pas, fal Zotit. Po na e dim, jemi pjesë e kësaj shoqënie që shumë shpesh ka pas edhe vazhdon me pas problematika për vajzat e reja të cilat vendosin me u mbulu, edhe ku familja do të thotë friksohet për mbulesës. Ne e dim që ajo frikë është e parësyshme, por njëkohësisht nuk mundemi ndoshta edhe me gjyku familjen në këtë rast për shkak se nuk e njohin. Ti shumë mirë e tha, gjithçka që nuk e njeh, ki vështirësi me e pranu. E njëjta është edhe me këto familje. Kemi raste për shembull pikërisht këtu në libër histori që tregojnë do thotë për largim prej shtëpisë, prej do thotë forma të ndryshme të kësaj trajtimit që me këtë që jam duke e tregu nuk po du me gjyku në asnjë moment, asnjë familje e cila ka bën një reagim të tillë, nuk është i duhuri, normalisht që nuk është i duhuri, por gjithmonë me idenë që prindërit gjithmonë e kanë qëllimin e mirë. Qëllimi i mirë do të thotë po që bjen komplet kundërshtim me ato bindjet e vajzës në lidhje me besimin. Çka mendon, unë kisha pas dëshirë, se unë e thash ju rastisht të kom ftu ty, që vajzat e reja me pas një figurë, me tash fal Zotit ka ma shumë figura, po në këtë rast je musafirja ti, që me do thot si këshill për prindërit të cilët i friksohen kësaj. Mandej kalojmë te ana jote profesionale që me dëgju që një vajzë me shami prej moshës 14 vjeçare, mbulesa nuk e ka cënu prej studimeve, prej angazhimeve të punës. Unë kam pas raste shoqëri e afërt, që prej afër i kam pa vështirësitë e tjerëve. Qysha përmende, fal Zotit, unë me familje nuk e kam pas këtë problem. Sa ata kam fillu me praktiku islamin, para son me vendos mbulesën. Nuk është që do më thonë kam lind me një familje praktikuese, mirë po me kohë e kom pa rrugtimin e prindve të mi në islam, edhe ata do më thonë e kanë përqafu mandej edhe rrugtimin tim. Edhe kom pa fatkeqësisht vajza shoqet mia që qysha përmende janë largu nga shtëpia, besa ka pas edhe dhunë ndoshta në familje, fatkeqësisht. Edhe tash unë e kom kuptu deri diku qasjet e atyre familjeve. Për faktin që në atë kohë ka pas shumë paragjykime për islamin edhe për mbulesën për shkak të rrethonave, ose gjërave që të tjerët kanë bërë në emër të islamit, dhe që kjo ka qenë pastaj figure e islamit në sytë atyre njerëzve. Edhe thash, shtoja kësaj që është e panjohur, edhe të panjohurës po jam veshim një pamje qaq të keqe, brutale, është shumë normale që njerëzit mandej kam ju duk që në momentin që fëmia jem po fal namaz, unë e humba fëmin. Na kemi pas kolege në mjeksi, vajza studime për doktoresh, i ka thonë nana zvat një kolege saj, ti ke dështu si prind që të kam mbulu vajza. Ndërsa ajo vajzë ka qenë doktoresh. Do me thonë, çfarë dështimi mund të me qenë një vajzë që ka qenë një super studente, me do me thonë një karakter shumë të mirë, se s'po du me përmend këto veç atë aspektin akademik, po edhe si njeri ka qenë njeri shumë i mirë, me gjithat mira që theme, po ka gjithë më u vesh kështu, më u du kështu, me besu këto. Edhe kështu si kjo kanë mendu dhe plot tjerë, që në momente që te vendosën mbulesën, ti ke dështu në edukimin e fëmijëve tu, ose nëse fëmija jo te vendosën mbulesën. Dhe menoj që ka qenë ndikim i kohës, po me kalimin e kohës, mu po m'vjen shumë mirë që këto kanë mbet se tabu të kaluarës edhe janë thyune. Ka ende, po janë thy. Kështu totalisht njerëzit nuk e kanë më këtë bindje. Atë se një vajzë me mbulesë, i arrin krejt pa problem. Medina, kur unë jam mbulu, na do thotë gjithmonë në momentet kur unë e kom mendu me vendos, e kom diskutu mbulesën gjatë kohë, krejt kanë, do me thonë, komentet më të mëdha, sidomos për i grave që kanë qenë më në moshë, ka qenë na jemi gëzu kur e kemi hek. Edhe do me thonë, gjithmonë e kanë po mbulesën si diçka traumatike, pse nashta për x arsye e kanë vendos. Po unë pikërisht për që ka qenë ndër arsyet pse jam gëzu për këtë libër,
që gjenerata tash, po dhe të ardhmes, kur na nuk kemi me qenë këtë botë, me shërby që do thot për mbulesën u sakrifiku shumë. Për vendosjen e mbulesës, tash e kundërta, jo me u pa me atë, më thonë, me atë friken. Okej, po du me diskutu për aspektin profesional. Na e dijim që ju punoni si shkencëtare të dhënave, po njëkohësisht keni edhe studime në pjesën në fushën e mjekësisë, po që AI sot, më thonë, është duke përfshi komplet çdo sferë të jetës. Temë shumë e gjerë, por që një vajzë me shami në këtë rast, me mbulesë, e realizon një punë të tillë. A mundesh me na tregu sa ka qenë e vështirë për ty me u përfshi për shkak të, domethënë, të veshjes? Po du me u lidh me ata që thash, shumë mundemi i vrej dallimet në kohë. Po të mbes pak bërsh, po du me eci këtë pikë. Se shumë shpesh e diskutojmë në për debate, në për intervista që vështërsi që i kanë pas vajzat për shkak të mbulesës. Edhe unë mendoj që plot herë ne hasim vështërsi se dilema kur të e shohim se një pikturë ma të përfshine, ma gjithë përfshirëse, shohim që qëndron në ato se ti me vendos. Ose me hek, ose me vendos mbulesën. Më thonë, në fillimisht ka qenë njëherë një problem që thëti kemi luftu për me hek, edhe ajo ka qenë me vështërsi, plotherë, komunizmi i ka detyru, tash me vështërsi për me vnu. Do më thonë, gjithmonë është një tendencë e njerëzve me dhunë, me detyru, me bo, diçka që ata mendojnë që është më e mirë për ty. Dhe një pikë tjetër që ka shumë rëndësi të kjo është kur babi jem gjithmonë ma ka thonë, mos e merr fenë me emocione. Edhe menoj që pak në disa raste kemi pas faj edhe na, tash mos mi metën hak edhe njerëzve që kanë qenë shumë të egrë në kuptimin e qyshe kanë trajtu mbulesën, më po thomë ka shku në dhune, largim nga shtëpia, po ka qenë për faktin që ne kemi pas pak munges të dijes në islam, edhe kemi marrë me emocione aq shumë, sa kemi pas asi qasje që vetëm kjo dhe ajo dhe vetëm bardh ose vetëm zë nuk ka ndryshe. Edhe në momentin që ti ki pa një vajzë me mbulesë, ty ta ka jep një përshtypje të një ekstremiste, që nuk fol, nuk del, nuk punon, nuk shkollohet. Edhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse mandej ata kanë pas që si qasje, tash të bëhemi real, nëse ti ja jep atë përshtypje, një prind friksohet për fëmijën e vet. Po them, me kohë kanë ndru këto gjana. Tash unë nëse e krahasoj përshtypjet që i kam pas kur kam qenë në shkollë të mesme, kam qenë kryetare e shkollës. Po. Kam përfaqësu, do më thonë, shkollën e mesme të mjekësisë në Mitrovic. Edhe ishe raport që një vajzë me mbulesë përfaqëson shkollën. Edhe kishe më mbledhje këtu në Prishtinë me përfaqësues shkollave të mesme të qyteteve të ndryshme. Edhe në shikim të parë të gjithë u drejtun ka unë, thu se unë jam duke përfaqësu medresen. Edhe ti me medresa, po thash, jo thash unë shkollën e mjekësisë jam të përfaqësu. Fatmirësisht, shumë mire për ten, po kjo tendenca do me thonë që ti me njëherë, se të shëmë shami, ti je ajo. Tash nëse e krasoj, ato edhe kur kanë fillu punën, janë 2 periudat të ndryshme kohore. Unë i vrej dallimet që shka pas qasje në fillim, edhe kur kam dalë në punë, u konë shumë ma ndryshe, e kanë pranu shumë ma letë. Pra po thëmë ka vendet punës që të largojnë veç për shkak mbulesës ende ka, po unë fatmirësisht kom pas kolegë, kom pas ndoshta edhe prej ekipit menaxherial, kom pas njerëz që nuk e kanë pa problem qysh unë jam të paraqit në pamjen time ose bindjet e mia fetare, ata i ka interesu aftësitë e mia. Edhe kështu të kom vazhdu, do me thonë, pjesën e punës edhe shkollimit, edhe tash në punën që e bëj, nuk është që kom pas ndonjë problem për shkak të mbulesës. Edhe kjo, kur unë e shoh këtë dallim, çka unë kom jap me kuptu për para tek njerëzit edhe çka tash i duket, e shoh shumë mirë ku kemi arrit me pa ndryshimin, edhe ku kemi arrit me mri. Pra po them, te na në Kosovë ende ka, unë kryesisht kom punu me kompani të huaja, edhe
kanë ma shumë, do më thonë, mirë kuptim dhe janë ma ndryshe i shohin gjanat, të ne ka edhe pak punë për me arrit deri te ajo faza që ty të shë vetëm një vajzë që do në me arrit me punu me po punën e vetë. Po mendoj Medina ti shumë mirë provove me qitë edhe anën tonë pak, atë do me thonë përgjegjësinë që edhe ne pak e kemi tepruar në disa pika për mënyrës që kemi transmetu fen. Këtu ma kujtove edhe veten, po prap se prap mandej pjekuria në besim edhe në informacione edhe në njohuri do me thonë ka arrit me u kanalizu me shpresë, ka arrit me u kanalizu ashtu siç duhet. Por apo mendon që këto ndryshimet që ti tregove në fazë, do me thonë duke u bazu në do të thotë në formë kronologjike, kemi ndiku na si musliman, si praktikant, si grom, vajza me shami, që me arrit që aty që ti me hynë në një vend pune, qoftë një kompani e vendit, qoftë e huaj edhe mos me të pa me sy tjetër, për shkak se unë një ditë nuk e di ku e lexova, dikush tha nuk më kanë pranuar punë se ju kom tregu që e fali namazin. Për mu realisht nuk është informatë që duhet me u dhonë. Për shkak se namazi është si me i tregu dikujt që unë pijoj, ose ha buk. Ajo dihet. Edhe na do me thonë ka njëherë nuk kemi nevojë me e bo veten tim. A është kjo që unë po mendoj që edhe ti ndoshta ke ndiku te ato kompanit ku ti punon edhe ke punu edhe do të thonë ndërkohë që ke bashkëpunime, në çet formë, në çet sistem, çka ke bëu ti konkretisht? Që do të thonë mbulesa mos mu kon tim. S'kemi nevojë mu kon tim. Po. Jam, do të thonë kam dëgju shumë për kësi raste që thu shkan edhe fol, nuk ka nevojë, edhe unë mendoj, nuk ka nevojë me une, nëse shkoj me një kompani, tash po flas për rastin tim edhe të vajzave ose grave me mbulesë, ne kemi atë përparësinë, nëse më thon përparësinë, po ai në momentin që të shati me mbulesë, din që ti je praktikuese. Po për shembull për një djalë ose një burr nuk është e njëjta se nuk vrehen nuk është që vrehen shumë. Edhe nuk mendoj që është e nevojshme tash. Jo pse ne nuk i japim rëndësi namazet, ta kemi të qartë këtë pikë. Po është diçka që ti nuk je thirr për me fol para të. Ti aty je me tregu aftësitë tua, ti a mundesh me bë punën që ata ta besojnë. Edhe një musliman mundet me tregu që është një musliman i mirë duke qenë i drejtë në punën e vet. Mia ja pakun që thonë pareve që i merr. Mos me mashtru në punë. Me qenë i rregull, tash na njerëz jemi, gabime ka me pas, po jo me pas domethënë diçka qëllim keqe ose ndaj kolegut, ose ndaj punëdhënësit tënd. Domethënë ti nuk ke nevojë me tregu që unë falem për me tregu që je njëri shumë i mirë. Ti falësh, ti mundesh me dalë në pauzë, edhe unë kam shku pezojmë ditën e parë të punës, edhe më zhduf me pyet, më fal ku mundem me u fal. Kjo është e vërtetë. Po nuk e ke pyet hamoj me u fal. Ti më para jo. Bish trego ma vendin se mu fal, po. Kur kam mbaru gjithë biseda jo e kom pas zyrën vendin e punës, çka kam me bëon, edhe në fund e kam pyet, a mos ka ndonjë vend lirë që unë si pengoj kërkujna vetëm namazin, më do të me bo 5 minuta, 10 minuta, jo, edhe ka pas mirë kuptim. Po nuk kam nevojën e se të ulem aty të them, shiko se unë du më falem, duhet pa tjetër ta kem një dhëmë për namaz. Kuptem, nuk ka kuptim, se unë fundja mundë pauzën me shfrytzu me dalë më fal diku tjetër. E vërtet. Tash ka dhe raste kur s'ka mirë kuptim, ase ekstreme, që as që ato 5 minuta nuk t'i len, që ato 5 minuta në toalet nuk t'kishtë thonë kur gjo. Ka, po pse na mu kona ajo, do me thonë piknizma një dileme ose një konfliktit tillë, kur ti mundesh shumë lehtë me evitu, se nuk faktikisht nuk të ka pyet kërkosh falësh, të ka pyet a e din këta. Edhe po, nuk mendoj që abden ka nevojë, ka njerëz që kam punu me ta dhe ndoshta deri vonë nuk e kam ditë që fal namaz. Kam pas profesor në shkollë. E kam vrejt ndoshta që ka marr abdes dhe më thonë, falet ky profesora. Ka qenë super profesor. Po, kohën e vet e ka zgjedh. E ka marrë një hapësirë. Kjo është edhe një lloj modestie me tregu drejtën, se namazet diçka që ti e bën mes teje dhe Zotit tënd. As nuk i nevojë me shef, pas nuk i nevojë me promovu qaq shumë veten. Është diçka që
ty të bën mundi mirë, nëse pyetesh për ato flet. Ose edhe nëse është tema e lirë, flet prapë. Në kom pas me kolegë biseda kemi hapë edhe për islamin, edhe për rregullat e islamit, po kur ka qenë koha. Nëse kemi fol për punë, atëherë flasim për punë. Mos mi ngatru, kështu që kjo është një praktikë që unë mendoj që po ne, në përgjithësi si komunitet, kemi arrit me i thy këto paragjykime me punën që e bojmë. Se tash ka motra në islam dhe vëllezër në islam që arrin shumë, edhe ti nuk ka nevoja i me tregu, apo kupton as pak çfarë bindje fetare ka, po ti mundesh me vrejt në tiparet e tina. Si rasti në edina historin kur Muhamedi a.s. e ka taku një plak dhe e ka fol keq për të dërguarin. Nuk e ka ditë që është ai. Çka ka bëj, veç i ka nimu me i parë gjana deri te shtëpia. Edhe në fund ka përfunduar ajo zonja duke e pranuar islamin. Nuk ka dalë me thonë unë jam profeti që ti po fol keq për to. Thjesht ka ndihmu. E ka jep atë karakterin e mirë që islami mëson. Kur duhet me fol në dim edhe kur duhet me fol, po jo pa vend. Kështu që po, mendoj që kjo praktikë dhe praktika si kjo që ti tregon në profesionale, si të parën sepse i e thirrën për ato, ndihmoj që njerëzit mos me pas përshtypje që ti s'din kur gjë tjetër më bëj veç më fal. Po, Qysh mendojnë kanjëherë. Po vazhdoj me një blok marketingu dhe kthehemi pas pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Medina, unë të prezentova që je shkencëtare të dhonave. A mundesh me na tregu çka i bjen konkretisht? Çka bën një shkencëtar i dhonave? Po. Atëherë, ndoshta pak a shumë prej emrit, shkencëtari i dhënave, po jam me kuptuar që është një person që ka të bëjë me të dhëna. Këto dhëna mundet me qenë formateve të ndryshme. Edhe çka bën nëse kisha me thonë me një fjali pak më përmbledhëse është ju jep kuptim të dhënave. Dhe qysh ndodh kjo? Një person që studion ose punon me të dhëna, ose një shkencëtar i të dhënave në këtë rast, trajnon modele të ndryshme, ose edhe arrin me parashiku një situatë në bazë të dhënave që i ka në dispozicion.
Këtu kërkohet ajo pjesa logjike e problemit edhe algoritme të ndryshme siç është mësimi makinerik, do më thonë, ose trajnimi modeleve të ndryshme për marrë deri te rezultati. Tash po e zojmë në mjekësi, për shkak që unë interesat e mia janë më shumë në këtë fushë. Si mundet me shërby një rol i tillë konkretisht në mjekësi është nëse ti je ekspozuar ose ki një grumbull të dhënash, ato munden me qenë me miliona dhe të formateve të ndryshme, që thash munden me qenë të dhëna imazherike, diçka si skanime të trunit, munden me qenë do shta analiza gjako, histori pacientit, e kështu me radhë, dhe ti në bazë të tyre mundesh me trajnu një model për me të jap rezultate, mundesh me përmes një regresioni me pas sa ka gjatë që kjo smundje të përsëritet ose si mundet me shku rrjedhja e smundjes, për shkak që modeli që trajnohet sheh shumë të dhëna. Trajnohet përmes tyre edhe arrin me me zbulu shenja të hershme në bazë të dhënave që ka pa. Po folje nëse është një skenim i trurit, besojmë edhe ose tumore ose kancere të ndryshme. Edhe tash në rastet të tilla, ti bën edhe një analizë statistikore të dhënave, por të njëjtën kohë edhe i trajnon ato edhe me grumbullimin edhe me zbulimin e këtyre shenjave të hershme, ti mundesh me arrit nëse do të thonë ato dhëna kanë bëjnë me një person, siç është historia e pacientit, mundet me udhëzu drejt një terapie për personin, ose mundet edhe me e parashiku sa ka gjatë kjo smundje me u rishfaq, ose sa ka gjatë me u zhvillu kjo smundje, ose edhe me trajnu modele që ti me zbulu ma herët këtë smundje, do më thonë ende pa u shfaq kjo. Kjo është diçka në pikat, do më thonë, ma të përgjithshme, çka bën një shkencëtar të dhënave. Dhe kryesisht kjo bëhet përmes algoritmeve edhe përmes formulave matematikore të ndryshme që aplikohen, do më thonë varësisht prej kërkesës. Po. Medina po t'ingëllon si diçka shumë interesante, inovative normal, dhe po që a mendon, po du me qenë një mesazh si motiv për vajzat të cilat kanë dëshirë me mbulu, e besojnë, e kanë bindjen, mirë po e kanë gjithmonë atë frikën që unë nuk arri me u përfshi profesionalisht aty ku më takon për shkak të mbulesës. Mirë po, profesioni yt po tregon që pavarësisht kësaj ti ke arrit do të më u përfshin tregun e punës, me bën një punë, më thon, shumë të mirë, të suksesshme, po jo të njohur edhe që kërkon bajagi logjik, konsideroj. Nuk është shumë punë, domethënë, që munden me e bë të gjithë, mendoj. Çfarë i kishe këshillu vajzat, të cilat gjenden në këtë pozicion? Guximi është që është kërku plot herë prej vajzave, edhe jo vetëm me shami, po derivon nuk ka pas vajza që kanë qenë shumë të ekspozuara ndaj fushave siç është teknologjia, domethënë kjo vetë si drejtim ka qenë shumë i kufizuar më herët, edhe nëse ke punu IT, që ka thonë populli me kabla, aty kanë shku më shumë vetëm burrat. Kjo ka qenë, domethënë zonë. Po realisht edhe është, më fal që po të ndërprej, për shkak se me aq sa kam njohuri Universiteti i Prishtinës, domethënë ka bonuse financiare për vajzat të cilat studiojnë shkenca kompjuterike. Kështu që është një stimulim, do të thotë, për me nxit për shkak se gjinia femërore janë më të distancuara prej shkencave të tilla. Po, kjo kohëve të fundit është mundësi shumë e mirë. Me të vërtet, ka pas grande të ndryshme që një për projekte të ndryshme ose kompani që sapo kanë fillu, edhe njëkohësisht ka bursa, do më thonë që janë dhuru në këto drejtime për me indihmu se tash ty duhet edhe një metë, si është laptopi e shumë tjera për me punu, dhe jo gjithë kush e ka mundësin, dhe këtu kanë qenë ndihmes shumë e madhe. Po prapë, po thëmë, ne kemi kalu për një fazë stigmatizuse, nësa më me thonë, edhe mandej kemi ardhë në një pikë ku kjo është diçka që lavdrohet edhe promovohet. Prapë, po kthejmë ta ajo që koha e ka bët vetën edhe gjanat kanë ndryshu, po edhe nuk është e njëjta si drejtim që si ka qenë ma hera, do më thonë. Ma herë ka qenë shumë e kufizuar dhe nuk ke pas shumë hapësirë. Po tash ti mundesh me qenë një zhvillues softveri, po me një domen të caktuar, siç është për shembull interesat e mia janë mjekësia, mundet me qenë ekonomia, bizneset e ndryshme. Edhe për shkak që kemi, domethënë, hapësirë shumë me u zhvillu edhe me pas
aftësi interdisiplinore, do të thonë jo vetëm me u kufizu vetëm me njërin, atëherë këtu ka halo ma shumë hapësirë që njerëzit mandej me qenë ma kreativ, me gjithë veten. Edhe për atë arsye unë mendoj që edhe vetëm të qenurit vajzë dhe të qenë këtë drejtim ka ndru, dhe është shumë, kemi vajza shumë të mira, do të thonë që janë duke shkëlqyer në këtë drejtim. Pastaj edhe mbulesa nëse shihet si barierë, prap mendoj që nuk është siç ka qenë më herët, edhe mesazhi që kisha me jap unë është fillimisht të fokusohen në avancimin e tyre. E kuptoj që plot herë hasin në vështirësi rrugës, sidomos në vendin tonë, fatkeqësisht. Mirë po tash teknologjia dhe zhvillimi i kësaj natyre ka hap mundësi që ne të hapim dyert edhe të kemi mundësi të punojmë prej këto për kompani që nuk janë në Kosovë. Edhe kjo është një mundësi e hapur edhe për të gjitha vajzat. Kështu që nëse ke pas 10 opsione më herët, tash i ki 100. Edhe është shumë ma letë me e gjithë veten. Kështu që nëse ti e vendosë mbulesën edhe mendon potencialisht mundet me qenë problem për ty, mendoj që fokusi duhet zhvendoset nga problemi tek zgjidhja, e zgjidhja është duke qenë e mirë në punën që ti e bën. Tash, nëse arrim me qenë të mira në punën që e bëjmë, ose të paktën përpjekemi, se jo gjithmonë kemi pas sukses në fillim. Më rëndësish mu përpjek. Po, mu përpjek edhe me jap përpjekje që ti je interesuar, e don ato dhe mundohesh në atë drejtim, unë mendoj që ka hapësirë tash me gjetë veten secila edhe në këtë fushë. Po, a mendon që është fushë që ka me vazhdu, do thotë me vazhdu, dihet që ka me vazhdu, mirë po gjithmonë po diskutohet, do më thonë janë disa tema që teknologjia është pjesë e podcastit, pavarësisht drejtimit që është musafiri. Mund të me qenë psikolog, sociolog, jurist, çdo drejtim lidhet do thotë me pjesën e teknologjisë. Gjithçka që komentohet prap dalim atë përdorimi i teknologjisë, për shkak se teknologjinë jemi tu e përdorur të gjithë, pavarësisht që nuk punojmë do thotë në shkencat teknologjike, po prap do thotë është pjesë e jona, duke filluar prej telefonit në momentin që ne zgjohemi kontaktin, do të thonë ndër kontaktet e para që e kemi është me shiku kush na ka shkruar, çu kemi me pas ditën etj. Sa mendon që do të thonë rinia jon është gati ose nuk po du me u kufizu vetëm në këtë rast te vajzat me shami, po në përgjithësi. Sa janë gati me u përfshin në çdo procese teknologjike të punësimit në aspektin teknologjik? A jemi, do të thonë, mjaftueshëm të avancuar, a kemi kapacitete, po mendoj me i përgatit të rinjët për me u përfshin këtë treg të punës? Unë mund të me jap mendimin tim me atë që përvoj sa kam, edhe sa kam pa. Patjetër që me siguri ka njerëz që e analizojnë shumë thellësisht, edhe me statistika, domethënë këtë çështje. Po unë mendoj që ka shumë. Ne kemi edhe fëmijë tash që janë shumë të mirë, domethënë unë kam vllahun shumë i vogël është, megjithatë prej tash merr domethënë orë kodimi edhe jashtë shkollës, se kjo është diçka që të ndihmon edhe në zhvillimin kognitiv, domethënë nuk është që kufizohesh vetëm ta gjeni punë edhe të jam. Kjo është diçka që edhe nëse nuk vazhdon me pas si karrierë plotësisht të ëndën, është mirë me ditë diçka prej saj, se deshte së zdeshte, si që të dhe ti jemi të ekspozun tash dhe është bë pjesë e jetës tonë. Por me qatë sa kom arrit me po edhe në punën më herët që e kam bë, edhe në punën tash që e bëj. Ka shumë rini që bile mund të më thonë prej profesioneve që unë sa kom pa, Kosova për pjesën e teknologjisë qëndron kogja mirë. Edhe pse, pra po thëmë, kemi edhe mjek që janë shumë të mirë, po japim Gjermanisë mjek, se kjo është tema më ndep se po shkojnë e kështu, po jemi të mirë në këtë aspekt. Por, në aspektin e teknologjisë, unë shoh që ka shumë kapacitet me kontribu dhe këto dhe jashtë vendet. Edhe mendoj që jemi gati, faktikisht. Gjithmonë duke shku një hap më tutje. Shumë mirë. Po ç'kjo po mendoj që pjesa online është tu e lehtësu çet proces. Për shkak se do të rinjët nuk janë të kufizuar për dallim prej drejtimeve të tjera, që ti ndoshta je i kufizuar pavarësisht ambicjeve për me arrit, po je i kufizuar për X shkaqe. Domethënë që
pjesëmarrja fizike e tjerë. Po kjo pjesa online më thonë e lehtëson që mundet e përmende Medina mjekët po na shkojnë. Po, vërtet ajo në dhimbshme. Po fatmirësisht drejtimet teknologjike nuk munden me na shku. Ai bjen gjithashtu për shkak se ju veç nëse shkon dikush ndoshta për përfitime më të mëdha financiare, po pas ka një arsye. Po. Ka edhe e kundërta që ndodh. Kur njerëzit domethënë kanë shku me zhvillu karrierën jashtë vendit, edhe mandej janë kthy dhe kanë hap kompani këto në Kosovë dhe janë shumë të mirë në punën e tyre. Madje ose ka edhe prej tyre që domethënë sjellin investitor në Kosovë edhe hapin vende të reja punës. Edhe kjo është një investim qoftë edhe nëse është si indirekt, është prapë për Kosovën, kështu që mendoj që për dallim nga profesionet që duhet patjetër të jesh fizikisht aty, këto janë disa nga mundësitë që ne i kemi për shkak që nuk ka kufi fizik. Po, domethënë gjithçka mund të bëhet qysh nga largësia. Tani, ka detaje për secilën, me fillu se ti mundesh edhe si mjek me punu si hulumtues shkencor, edhe me punu prej shtëpisë, po është shumë më e kufizuar. Pritet prej te me qenë me një spital ose diçka. Për ata, po kam një përshtypje që në aspektin e teknologjisë kemi kogja shumë aftësi për me ecë përpara dhe kemi çka më jep edhe jashtë Kosovës. Po. Medina, dolëm pak prej temës, domethënë të mbulesës, edhe pata dëshirë edhe nevojë që audienca më dëgju prej te edhe në këtë aspektin tjetër, profesional. Po kthehem prap tek ajo pjesa, domethënë e mbulesës. Medina me siguri edhe ti ke shoqëri ndryshme, do të thotë qofshi me shami, pa shami, vajzat të cilat janë pa shami, edhe kur takohen me Medinën. Qysh është reagimi i parë dhe qysh është mandej? A ke pas ndonjë rast kur që po besoj shumë që po, se secilit na ndodh, që vinë me një bindje, me një paragjykim, mirë po gjatë qëndrimit e shohin që erxojnë atë paragjykimin brenda vetes. Kom pas raste, edhe si që the, besoj që secila ka pas. Nga njëherë, edhe nëse nuk kanë ndonjë qëllim të keq, e kanë një lloj hezitimi ose frike. Me qenë shumë afër teje. Edhe kjo mundet me qenë për plot arsye. Nga njëherë se nuk pajtohet me mendimet e tua dhe mendojnë që tash si të rren me mua dhe ajo ka më mbulu. Ose edhe ana tjetër që i duke minesi të shenjta edhe domethënë ajo shumë fal namaze është me mbulesë, kështu edhe nuk e largon domethënë njeriu në zhvesh për asaj njerëzorës edhe nuk i duket që shkon me ty. Do thonë ose ana pozitive ose negative, po në një mënyrë ose tjetër heziton me u afru. Edhe kom pas shoqe, po tham më shumë kolegë, ndoshta njerëz që nuk kam ka njoh prej afër, se këto është gjithmonë ajo bariera thehet në momentin që të njeh. Edhe shoh që nuk dal me i mbulu njerëz, domethënë. Ose nuk insistoj që gjithë të kenë bindjet e mia, nëse e hapim këtë temë, patjetër që unë jap mendimin tim. Mirë po, unë nuk pras që tash nëse ne kemi me punu, patjetër duhet të dukesh se unë, të mendosh se unë, ndryshe ne nuk mundemi me qenë shoqe ose kolege ose jo nuk. Edhe po ka ndodhur që kanë pas pak hezitim, po mandej kur kanë nejt moreti ka ketë ndryshe, po. Nga njëherë shumë interesant çka mendojnë. Po e kom pa që është veç për shkak të mos informimit të duhur. Tash nuk e di, po e tregoj një shembull që i ka thonë një shoqe motrës ime se ajo është me mbulesë, i ka thonë e jo, a laheni me mbulesë? Është jo pak. Po kupton, do të thonë deri në çet nivel nuk ka informat çka është mbulesa, edhe nuk ka qenë diçka qëllim keqe, është vetëm prej pa dijes për çat aspekt. Edhe mandej ose ka thonë se ai hekën shtëpia, unë nuk e kisha hekur, kur e qas një herë nuk e heki kur. Kjo është për shkak që nuk e njeh, edhe ti shet një lloj pafajësie, është duke që është arrogi, më mandej ata njerëz vet kanë qesh me pyetjet e tyre kur e kanë bërë për ofër çka është mbulesa faktikisht. A din çfarë po kesh edhe më shumë. E posh sot ose dje një reels që tregoj ke e kish pyet dikush një vajzë me mbulesë, diku jashtë,
edhe kish pyet qysh lahesh, qysh bën tush. Edhe kish qita ajo një video veten me shami, me rroba krejt komplet dhe tu lo. Po, do me thonë, diçka që është triviale, do me thonë është shumë logjike, po, për shkak që nuk e nje, edhe nga njëherë, që thash, ose nuk e nje, ose i duket që shumë larg teje, po jo, dhe vajzat me mbulesë gabojnë, edhe vajzat me mbulesë janë njerëz, apo kupton, dhe nuk duhet pat si diçka që ti je shumë manalt, ose po thonë më shumë problem me vnu në mes, ose të shohin shumë poshtë, ose... Kënë vështrimet ndryshe, po se cilin atë... Kjo, abdin, jo, unë jam njerëz se te, po mundohem disa gjana me i bo ma ndryshe në bazë bindjeve të mia, po edhe une jahu që plot her njetë, edhe une gaboj, në plot gjana ka vajza me pambuljes që në shumë ma mirë se unë qëndrojnë atë aspekt, edhe kjo është ajo pjesa ku ne, nëse njohim njëri tjetrin, pastaj bashkëpunojmë, pastaj edhe i ndihmojmë njëri tjetrit, edhe thjesht paktën frikë nuk kemi, ti nuk ki nevojë me mendu patjetër që duhesh më mbulu. Po, nëse arrin me respektu personin përballë teje, edhe mos me gjyku pa ndajt me to, vjen me një pikë që për ty s'ka rëndësi nëse ajo vajzë është me mbulesë ose jo, fillimisht e shikon atë ana njerëzore, dhe pastaj nëse do me marrë diçka prej asaj çka ajo beson, okej, nëse jo, ne mbesim në paqe edhe raportet mira, po. Po. Medina, po, e folëm që të pjesën, dhe më thonë, me paragjyku, po, tash, nuk po du me t'inglu që na jemi ëngjëllorët dhe të tjerët jenë djajtë. Po, se ka raste kur edhe ne ndoshta, a ka gjasa që edhe ne ndonjëherë mundemi me paragjyku të tjerët për çato që ata janë, që nuk janë si ne, praktikantë të fesë. Po, shumë e mundshme. Se unë e thash prap, një vajzë me mbulesë, ose se nuk po du ma unë në kuptu që na do më thonë jemi ma të mirët, e këta tjertë janë krejt, pavarësisht bindjeve, okej, na jemi qështu, për shkak se mendojmë që është ma mirë. Po, mundohemi. Mundohemi, po. Po, dhe unë mendoj që këto edhe u mundova me potencu, do më thonë që të qenurit me mbulesë, edhe pse pritet gjithmonë prej teme që në shambulli, ti bën përpjekje. Edhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me një vajzë me mbulesë. Çdo njeri mundohet me qenë një version i mirë i vetes, në kushte normale, po flas. Edhe por nuk duhet me haru që ne jemi në fund të ditës njerëz. Edhe nëse je njeri, edhe ka bën, edhe paragjykon, besa edhe ndoshta nganjëherë edhe ofendon. Njerëz jemi, apo kupton? Nuk du asnjëherë me u duk që une kam punë qaq mirë me Zotin, se kështu kam dëgju, kjo i ka punë të mirë me Zotin. Inshallah, une përpjekem na drejtem, mirë, po kjo nuk do me thonë që shumë ma e mirë, ose diçka, une mundem shumë letë mja huq. Dhe të Zoti vlerësohet me atë dije sa kam unë, vlerësohet përpjekja. Edhe nga njëherë njerëzit ngurojnë edhe me qenë pjesë e islamit për shkak që mendojnë nëse unë jam aty, duhet jem e përsosur, për ndryshe nuk bën. Njëherë nëse falem, nuk bën me lonë më kur. Apo kupton? Edhe nga njëherë ngurojnë vetëm për shkak i lojnë shumë të mira, pa i bo. Po provo se një ditë keme gabu, një ditë keme bo ma mirë. Edhe në fund ditës ne i shohim njerëzit edhe gabimet e tyre, po nuk e shohim pendimin e tyre. Te nuk e din natën ai person qysh i lutet Zotit vet. Edhe ne gjykojmë ata që ka shohim, po ndoshta ajo që nuk shohim është shumë e madhe. Për atë arsye unë as pak nuk kam qef me menu që na jemi me mbulesë jemi më të mirët, edhe pse pritet me qenë, se kur ki dije, ki përgjithësi më shumë. Po, ka dhe shumë njerëz tjerë që ndoshta i vetmi element që i mungon në jetë është Islami, se për ndryshe gjithaj ka tip-top. Shumë e mirë që e përmende. Kom pas shumë njerëz, edhe beso prej zemrës jam lut, se kom thonë na vynë që se njerëz, se ka shumë njerëz që do më thonë e vetmja që i mungon është namaz, edhe në menej që me ko dhe vinë djerë të ajo pikë, se Hoxha e krem shumë mirë pa thoni ligjërat, Allah zonë gjithë se cilin që meriton me uzu. Kështu që nëse kemi qase njerëz, është një proces, se cili është, nëse arrim me kuptu që se cili është në një rrugë, edhe dikush është
ma poshtë, dikush më nalë, po është rruga jote, edhe ki me mri. Pa tjetër, nësë po them që tash lej njerëzit, se ka regula, ka mënyrat e këshillimit, ka mënyra që njerëzit duhen me ecë drejt asaj rrugë, po gjithmonë me kuptu që kjo është rruga jote deri te Zoti, deri te një fund i mirë. Edhe nga njerë ki mu lodhë, nga njerë ki me pushu, nga njerë ki me nga njerë me nëzihapin ki me qitë edhe nëse je me mbules. Kjo i bën njerëzit tani mundi që unë mune me qenë pjesë e këti komuniteti edhe nëse kom gjinohe, se ketë kemi gjinohe. Dhe nuk është që ti duhesh mu konë krejt pastër, e tani hajde ti bënu me neve. Nuk është as pak kjo. Medina, regjia më ka njoftu që disa minuta që koha vese na ka përfundu, unë të falenderoj shumë për energjinë e mirë që ma dha sot. Po besoj që po përqohet edhe prej ekranit të audienca. Faleminderit shumë ty. Shumë kënaqësi ke me bisedu edhe shpresoj që kurdo që e dëgjon këtë podcast, ta kemi parasysh që rëndësi ka ta njohim njëri tjetrin, para se të gjykojmë me çka shohim, të njohim për vlerat që i kemi, se të vlera podcast. Edhe pastaj në bazë të asajna të jemi bashkë. Na pikat që na bashkojnë, ato që na ndojnë, mos na bëjnë me luftu të paktën. Mesazh shumë i mirë. Shumë faleminderit Medina. Faleminderit edhe ty, kënaqësi. Mirupafshim në podcastin e radhës.